ajo i shkelje, por që përsëri nuk kriminalizohet. Kjo është kursia e bicikletave. Ka 2 vija kalimi atje më parë, po për shkak se nuk pengon kalimin e zjarfikseve, ambulancave dhe policisë shtetit që parkon aty. Për këtë ndërshkohesh sipas rregullave të kodit rrugor me gjob. Propozohet shtohet një paragraf i veçantë i cili parashikon dënimin penal nga 1 deri në 5 vite burg. Deputeti Erion Braçe ka postuar një status kritik ku akuzon mazhorancën e tij se ka votuar ndryshime idiote në kodin penal për parkimin ndysh. Ai ndër të tjera shkruan: Sot në orën 3 të mëngjesit kuvendi mazhoranca ku unë bëj pjesë miratoi ndryshime në kodin penal. Një pjesë erdhën si detyrime nga procesi i integrimit të Bashkimit Evropian, një pjesë si problematika kombëtare. Zaptimi i hapësirës publike e private, ndërtimet e palishme, zjarrvënia e qëllimshme. Mes tyre dhe kriminalizimi i parkimit dysh kur pengon lëvizjen e mjeteve të shërbimeve jetike. Unë votova ndryshime në kodin penal, por jo nenin që kriminalizon parkimin dysh. Ai nen është qesharak dhe produkti i njerëzve që portojnë të mendojnë. U kam treguar sot raste të parkimeve të palishëm shumë më të rënda se parkimet dysh, që blokojnë lëvizjen e mjeteve të shërbimeve jetike deri në korsi të dedikuara për lëvizjen e tyre, por që nuk kriminalizohen. Për to nuk shkohet në burg, thjesht ndërshkohet sipas kodit rrugor, jo sipas kodit penal. Është e padrejtë kështu, është marrëzi. Edhe pse u thash dje në sy, përgjigja ishte e di qeveria. Një proces i tërë ku të përtosh të mendosh kthehet në mënyrë qeverisjeje. Shikoni, unë e dua këtë qytet. Kam lindur këtu, kam jetuar çdo ditë këtu dhe po punoj këtu. I dua njerëzit e këtij qyteti ashtu siç janë. Do e mos pëlqej edhe rregullin për ta e për ne. Nervat më bëhen tel nga mungesa e rregullit, jo vetëm në trafik apo në parkim, sidomos nga të pushtetshmit dhe të fortët e këtij qyteti. Por nuk do të votoja kurrë për padrejtësi, pabarazi dhe mbi të gjitha për të lëshuar njerëzit e këtij qyteti në duart të një polici që abuzon me detyrën, ka të tillë si këta. Një OPJ që abuzon me detyrën dhe po, ka të tillë. Një prokurorie që abuzon me detyrën, ka ende të tillë. Neni që u votua sot pak lirë, i bën njerëzit e këtij qyteti klient të tyre. Dhe në rastin e parashikuar aty, edhe në çdo rast që unë njësolla sot nga qendra e Tiranës. Do e pësojnë të doptit ata që vuajnë problemin e parkimit në këtë qytet, jo të tjerët. Ata që pinë kafen bashkë me supermakinën. U mendoj që duhet të nisi nga mundësitë e parkimit të kufizuara pafund nga shitja e çdo rruge për para shumë. Thjesht duhet mendja të vihet në punë. Të përtosh të mendosh nuk sjell zgjidhje, shkruan Erion Braçe. Komenti për idiotësinë e parlamentit. Shqipëria do të ishte rast unik nëse dekretohet kjo shkelje në kodin penal, ja si funksionon realisht në Evropë. Në Francë parkimi dysh ka gjob plus heqje pikësh. Nëse pengon ambulancën, zjarfiksen, atëherë gjoba është më e lartë dhe ka bllokim të makinës, por burg jo kurrë. Në Gjermani raste të tilla trajtohen nga kodi rrugor, gjob pik në patent, heqje mjeti. Penalizohet vetëm refuzimi i korridorit të emergjencës, jo parkimi, pa asnjë dënim me burg. Në Itali parkimi dysh ka sanksione administrative. Nëse pengon shërbimet emergjente, ke gjob ose konfiskim mjeti. Burg vetëm nëse ka pasoja penale të rënda, aksident me vdekje. Në Spanjë është kompetencë e bashkive, gjob por asnjë element penal. Në Greqi ka gjob plus heqje targash. Pra në Bashkimin Evropian zbatohen 2 standarde: parkimi palishëm baras me shkelje administrative. Shqipëria bëhet rasti unik negativ në Evropë, ku arrestohesh për parkim dysh. Editoriali Koha Jon.